Në edicionin e së dielës, Kallzo për me transmeton hulumtimin ekskluziv për transaksionet e pronave në qytetin e Gjakovës. Si kaloi një pronë e komunës në pronësi private. Kush ishte prapa negociatave dhe cilët ish drejtor të komunës janë të përfshirë. Çfarë pazaresh u zhvilluan për të ndërmjetësuar procesin për pronën me vlerë të lartë. Kush është personi që bleu një pronë që ishte rrugë publike dhe e përdori për negociata me komunën e Gjakovës? Çka është duke ndërtuar ish drejtori i bujqësisë në një zonë të lakmueshme të Gjakovës e ku parashihet të jetë tregu ditor? E diel ora 20:10 në RTV Dugagjini dhe në YouTube të Kallzo.com.